pushteti kalon në duar qytetarëve dhe janë qytetarë me thirrje punonjësve të policisë shtetit që të sillet e protestës dhe jo të dalë me ato njoftimet bajate të saj që nuk merr përsipër garantimin e protestës. Po, është protesta e radhës, siç e them, protestë kombëtare. Patjetër edhe qarku i Fierit, Fieri, Mallakastra, Patosi, Roskoveci kanë vërshuar drejt Tiranës, që në mëngjes kanë filluar dhe vazhdojnë të ecin. Sot në këtë moment ne jemi disa këtu që jemi mbledhur për të nisur drejt Tiranës. Do jetë një protestë vërtet e fuqishme dhe jo shumë e ngjashme me protestat e para. Do të jetë një protestë e qëndrueshme, është një protestë që drejtohet kundër qeverisë, drejtohet kundër korrupsionit, drejtohet kundër Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, asaj zonjës që mbriti në Fier para zgjedhjeve të 11 majit me një ekip hajdutësh, grabitën, vodhën dhe u larguan drejt Tiranës. Nuk do të ndalojmë në çdo ditë, në çdo javë deri në largimin e kësaj qeverie. Ka një sensibilizim të qytetarëve dhe e sinqert kjo që them, nuk ishte nevojë për të njoftuar, për të lajmëruar, janë nisur me makinat e tyre drejt sheshit në Tiranë dhe protesta do të jetë e qëndrueshme. Për të qartësuar dhe shikuesit dhe syrit të televizion thatë, një protestë ndryshe e kësaj radhës. Kjo ndryshe çdo të thotë? Kjo ndryshe do të thotë që gjithmonë ka qenë kërkesë e protestuesve, kërkesë e qytetarëve, që protestat jenë shumë herë më të forta. Pra duhet të përgjigjemi kësaj qeverie me mënyrën se si ajo e kërkon. Qeveria po na vjedh, po na fut duart në xhep, thonë qytetarët. Dhe ne vemi aty për të protestuar dhe thjesht për të qëndruar se higji. Duhet të reagojmë siç reagojmë kur një hajdut në rrugë na fut dorën në xhep. Reagimi i menjëhershëm është duke neutralizuar hajdutin. Pra ne duhet që ta izolojmë të qeveri, këtë kryeministër, ata ministra që po i shpërbën njëherë në 6 muaj, duket të qëndrueshmëria e qeverisë, se një qeveri që nuk mbushi dot as 6 muaj dhe me njëherë e shpërbëi 50% të saj, për të justifikuar Lubi Ballukun, se nuk e hiqte dot, pavarësisht se është një rifreskim i qeverisë dhe një qeveri e bërë përsëri nga Lubi Balluku, duke qenë se shumë nga varësit e saj i ka futur në qeverinë e tanishme. Si deputeti i qarkut të Fierit, si është organizimi i këtë radhë për protestën e Tiranës? Nuk ka nevojë për organizime, thash pak më parë, për arsye se boll që Partia Demokratike ka bërë njoftimet. Patjetër që strukturat e Partisë Demokratike janë në punë, me kryetarin e Degës Fierit, zotin Gjika, me kryetarin e Patosit, zotin Shezo, me kryetarin e Mallakastrës, zotin Resmiun, me Mersi Xhaxhon në Roskovec, me gjithë strukturat e tjera të Degës janë në punë, në njoftim me strukturat, por qytetarët vërshojnë drejt Tiranës edhe pa udhëzimet e degëve të Partisë Demokratike. Është një protestë për qytetarët, është një protestë e qytetarëve kundër korrupsionit, kundër vjedhjes, patjetër kundër grabitjes së votave dhe kërkesa e Partisë Demokratike e qytetarëve është për të siguruar zgjedhje të lira e të ndershme. Kemi disa ditë që po punojmë për protestën e radhës, pasi këto protesta nuk do ndalen deri në rrëzimin e këtij regjimi, se ky nuk është pushtet, por është regjim, dhe të gjitha strukturat janë në këmbë për të luftuar deri në fund, pa u tërhequr dhe pa u dorëzuar para presioneve, para dhunës që na kanë ushtruar, dhe të gjithë janë nisur drejt Tiranës. Këtu jemi një grup që do nisemi bashkërisht tashti dhe jemi gati për çdo lloj aksioni që do marrim detyrë nga partia. Edhe qytetarët e Patosit, duke parë thirrjen që Partia Demokratike ka bërë sot të protestojmë kundër kësaj qeverie të korruptuar, vetë para 3 ditësh ne pam që 50% e qeverisë u ndryshua sepse ishin të gjithë të korruptuar, të gjithë të thirrur në spak, kështu që vetë populli e ka kuptuar këtë thirrje të Partisë Demokratike për të vënë në vend atë do të ketë një qeveri që t'i përfaqësojë ata, jo t'i vjedhin ashtu siç po vepron kjo qeveri. Qytetarët e Patosit, naftotarët, do mbështesin, do vinë? Patjetër, pjesa më e madhe e tyre janë nisur me makina private,
ndërsa ne ishim rrugës, me që kaluam këtu tani, që Organizuat ndryshe për diku bashkarisht. për të ikur bashkarisht. Kështu që nisja është bërë në mënyrë individuale me makinat të vetë personave.